Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Në fjalën e tij, Zoti trajton çdo fushë të jetës. Të dashur miq, përshëndetje. Fillojmë edhe për ditën e sotme minutat e programit Prekja e Zotit, një program nga Dr. Charles Stanley. Her pas here dëgjojmë në lajme histori për dikë që pretendon se Zoti i ka thënë të kryej një krim të tmerrshëm. Ata pretendojnë se Zoti u ka folur qartë, u ka dhënë një vizion, një ëndër apo ndonjë tjetër zbulesë hyjnore për t'i drejtuar. Por të gjithë të krishterët e din fare mirë se Zoti nuk jep kurrë udhëzime për diçka që bie në kundërshtim me fjalën e tij. Por ndoshta ju mund të pyesni veten nëse Zoti flet nëpërmjet ëndrave, vizioneve apo mënyrave të tjera mbinatyrore. Sot, Dr. Stanley përgjigjet kësaj pyetje, ndërkohë që vazhdon të përshkruaj për kënaqësinë e të gjithëve Perëndin që flet. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Shumica prej nesh flasin më shumë se sa dëgjojnë, por të mësosh, të dëgjosh, është një pjesë vitale e jetës së krishterë. Mendoni pak për të gjitha vendimet që duhet të merrni në jetë, të gjitha vështirësitë dhe vuajtjet që kaloni, të gjitha vendimet për fëmijët, punën tuaj, financat dhe gjithçka tjetër. Nëse nuk dini se si ta dëgjoni Zotin, do të merrni vendime të gabuara, jo të zgjuara, dhe që do t'ju kushtojnë shtrenjtë. Por nëse dini si ta dëgjoni Perëndin, do të jeni më të zgjuar. Vendimet tuaja do të jenë më të zgjuara dhe jeta juaj më e lumtur. Pikërisht për këtë duhet të flas në mesazhin e ditës së sotme, Perëndia që flet. Le të shkojmë tek kapitulli i parë i Hebrejve, vargjet 1 deri në 4. Perëndia mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, së fundi këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Edhe u bë aq më i lartë nga ëngjëjt, ashtu siç edhe emri që ai trashëgoi ishte më i madhërueshëm se ata. Sot do të flas për faktin që Zoti foli atëherë dhe për faktin që Zoti flet edhe sot. Pyetja është: si flet Zoti? Dua ta ndaj këtë në dy pjesë. Së pari, si foli Zoti në kohët e lashta, dhe së dyti, si flet ai sot në jetën time dhe në jetën tënde, në rrethanat dhe situatat me të cilat ndeshemi. Gjithsecili ka mendime për gjithçka. Ne kemi mendime sepse jemi të interesuar, por është shumë e rëndësishme që të sigurohemi të dëgjojmë atë çfarë thot Zoti. Ja pse është e rëndësishme të mësojmë të dëgjojmë prej tij. Mendoni për të gjitha vendimet kritike në jetë. A mos vallë do ta kalosh të gjithë jetën tënde duke shpresuar se po merr vendimin e duhur, duke uruar të marrësh vendimin e drejtë, duke uruar që ta dish me siguri këtë, duke shpresuar se ke bërë gjithçka në rregull? Ndoshta ke marrë vendimin e duhur, por ndoshta edhe jo. Ndoshta ke dëgjuar mendimet e shumë njerëzve në lidhje me një vendim të caktuar, por si ta kuptosh që Zoti të ka folur? Kjo është çështja. Ai është një Zot që flet ende dhe dëshiron të tregojë veten e tij. Ai dëshiron të na zbuloj vullnetin e tij për jetën tona. Ai dëshiron të na tregojë çfarë duhet të bëjmë, sepse ai është një Zot që na do në mënyrë të përkryer. Në rregull, si foli Zoti në kohën e Testamentit të Vjetër? Ne mund të fillojmë me kopshtin e Edenit, me Adamin dhe Evën. Perëndia u foli atyre me një zë të dëgjueshëm. Le të zhvendosemi tek Abrahami. Abrahami jetonte në një shoqëri të pastër pagane. Zoti ju zbulua këtij njeriu në mënyrë mbinatyrore. Abrahami e kuptoi se ai që po fliste ishte Zoti. Zoti i tha ku të shkonte dhe se do ta drejtonte përgjatë rrugës.
Sot unë dhe ti nuk kemi nevojë për atë lloj zbulese për shkak se kemi fjalën e Zotit, e cila është zbulesa e tij e shkruar. Zbulesa sipas shkrimit është gjithnjë në rritje. Perëndia filloi në këtë mënyrë dhe vazhdoi kështu derisa erdhi Jezusi, i cili është përfundimi i gjithë zbulesës. Jezusi na jep përgjigje për gjithçka që duam të dimë rreth Zotit. Perëndia foli në periudhën e dhjetës së vjetër me anë të zbulesës hyjnore. Ai foli me zë të dëgjueshëm në atë kohë. Ai foli Mojsiut. A e mbani mend shkurrën që digjej? Tek Eksodi kapitulli 3, vargu 5, ai tha: Perëndia tha, mos u afro këtu. Hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë. Perëndia i foli atij me zë fizik. Ai tha: Mojsi, Mojsi, hiq sandalet. Mojsiu dëgjoi zërin e Zotit që i fliste atij. Isaia për shembull tek Isaia kapitulli 6 vargu 8 tha se dëgjoi zërin e Zotit i thoshte: Kë të dërgoj dhe kush do të shkojë për ne? Pra, në atë kohë Zoti foli me zë të dëgjueshëm. Dikush mund të thotë: Kam dëgjuar Zotin me veshët e mi fizik. Unë nuk e kam dëgjuar asnjëherë Zotin me zë fizik. Dua t'ju them diçka. Madje nuk jam i sigurt nëse mund të rezistoja para zërit të tij. Kur dikush thotë: Sapo dëgjova Zotin të më fliste me zë fizik, mendoni pak për këtë. Ti po flet për hyjnin. Ti po thua se i gjithë pushtetshmi, i kuto ndodhuri, i gjithë dituri, ai që është plot mëshirë, drejtësi dhe gjykim, të ka folur. Nuk jam i sigurt nëse do të mund t'i rezistoj diçkaje të tillë. Unë mendoj se nëse kjo do të më ndodhte, do të bija me fytyrë për tokë, i shtrirë para Zotit, plotësisht i padenj për të dëgjuar zërin e tij. Të them të vërtetën, nuk mund t'i besoj njerëzit që thonë se kanë dëgjuar zërin e Zotit. Më dëgjoni me kujdes. Asnjë nuk mund ta fuzë Zotin në një kuti apo ta kufizoj atë. Nuk do të thoja që Zoti nuk i flet me zë fizik dikujt sot. Nuk do ta thoja këtë gjë. Ti nuk mund ta fuzësh Zotin në një kuti, por në kohën e Biblës ai u foli njerëzve me zë të dëgjueshëm. Veç kësaj, ai u foli atyre në ëndra. Besoj se e mbani mend historinë e Jozefit kur ishte vetëm një adoleshent. Tek Zanafilla kapitulli 37 vargu 5 deri në 8 thuhet: Por Jozefi pa një ëndër dhe u atregoi vëllezërve të tij. Dhe këta e urryen edhe më tepër. Ai u tha atyre: Dëgjoni, ju lutem, ëndrrën që pash. Ne ishim duke lidhur duaj në mes të arës, kur pa pritmas, duajt e mi u drejtuan dhe qëndruan drejt, kurse duajt tuaj u mlodhën dhe u përkulën përpara duajve të mi. Atëherë vëllezërit e tij i thanë: A duhet të mbretërosh ti mbi ne ose do të na sundosh me të vërtetë? Dhe e urryen edhe më tepër për shkak të ëndrave të tij dhe të fjalëve të tij. Jozefi u tha vëllezërve të tij: Më lejoni t'ju tregoj ëndrrën që pash. Ata i thanë: Çfarë është kjo? Ai tha: Pash një ëndër sikur ishim jashtë në fushë, dhe aty ishin 11 duaj gruri. Duajt e mi qëndronin drejt, ndërsa duajt tuaj ishin mbledhur dhe ishin përulur para duajve të mi. Bibla thotë se ata e urryen atë se tha këto fjalë, për shkak se e kuptuan mesazhin shumë mirë. Një ditë të gjithë ata do të përuleshin para tij. Kështu ata e urryen dhe u përpoqën ta vrisnin. Por a e dini se çfarë tha ai? Jozefi u kishte thënë një ëndër që ja kishte dhënë Perëndia. Ajo ëndër ishte një profeci e saktë e asaj që ndodhi, sepse të gjithë u përulën para tij kur shkuan në Egjipt. Po për sa u përket vizioneve. Për shembull, Korneli në kapitullin e 10 të Veprave pati një vizion kur Zoti i foli. Pastaj Zoti i dha Pjetrit një tjetër vizion, sepse Pjetri do të shkonte në shtëpinë e Kornelit për t'i predikuar ungjillin një pagani. Perëndia foli përmes vizioneve gjatë gjithë periudhës së Testamentit të Vjetër dhe Testamentit të Ri. Pastaj Bibla thotë se Zoti foli përmes profetëve: Isaias, Jeremias, Ezekielit, Hagait, Zakarias, Malakias dhe gjithë profetëve të vegjël. Perëndia u foli njerëzve të asaj kohe nëpërmjet këtyre profetëve. Ai gjithashtu foli edhe përmes ligjit, ligjit të shkruar që i kishte dhënë Zoti Mojsiut, përmes 10 urdhërimeve dhe ligjeve të tjera që pasonin. Në të kaluarën Zoti foli në këtë mënyrë. Dikush mund të thotë: "Oh, po, kjo është e mrekullueshme." Por ajo për çfarë jam interesuar të di është si na flet Zoti sot. Kjo është një pyetje me vend. Si na flet Zoti sot? Një nga mënyrat se si na flet Zoti sot është përmes rrethanave. Si punon Zoti në rrethanat? Ai sigurisht flet me anë të rrethanave. Perëndia e di që unë dhe ti jemi në nevojë të dëshpërueshme për ta. Në çdo situatë apo rrethan, ty të duhet të dish që Zoti ka folur në mënyrë që të mos dalësh jashtë vullnetit të Zotit duke bërë diçka që Zoti nuk do që ta bësh. Kur Perëndia është në kontroll të rrethanave tona, ai na mbron. Kjo nuk do të thotë që ai i lejon të gjitha rrethanat të na përshtaten. Kjo nuk do të thotë që të gjitha rrethanat do të jenë të kënaqshme, të pranueshme dhe të kuptueshme. Ne nuk do t'i kuptojmë gjithmonë ato, por Zoti që është pasqyrimi, tek letra e Romakëve kapitulli 8,
vargu 28, thot: "Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të Tij." Nëse unë dhe ti dëshirojmë të bëjmë vullnetin e Tij dhe jemi të përkushtuar në të, ai do të bëjë që çdo gjë të bashkëveprojë për të mirën tonë. Perëndia nuk i manipulon rrethanat tona. Ai është në kontroll të plot të gjitha rrethanave. Më dëgjoni me vëmendje. Nëse ai nuk është në kontroll të çdo rrethane, atëherë nuk është i gjithëpushtetshëm. Nuk është sovrani i këtij universi. Nuk mund të ketë përjashtime. Ai është ose nuk është. Ndoshta mënyra se si flet Zoti mund të mos na pëlqejë, por Zoti më flet përmes rrethanave. Një nga mënyrat e tjera se si flet Zoti sot është përmes frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë është personi i Trinitetit që na ka dhënë jetë shpirtërore. Ai vjen për të banuar në jetën e një të krishterit në momentin që ai shpëtohet. Në ato moment, ai bëhet drejtuesi ynë. Unë dhe ti kemi një drejtues. Bibla tek Gjoni kapitulli 16, vargu 13 thot: "Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prinë çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjithë ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë." Jezus i tha për frymën e shenjtë: "Ai do t'ju prinë çdo të vërtetë." Më dëgjoni, Perëndia nuk gabon kurrë. Ai jo gjithmonë bën atë që dua unë, atëherë kur e dua dhe si e dua unë, por një gjë është e sigurt, ai nuk bën asnjë gabim. Ai lejon gjërat që mua nuk më pëlqejnë. Ai lejon gjërat që nuk i kuptoj, por ai nuk gabon kurrë. Perëndia na flet nëpërmjet shpirtit të Tij. Ai na flet në këtë mënyrë kur ne e dëgjojmë atë. Le të themi, për shembull, se po ecim në vullnetin e Tij dhe po e dëgjojmë Zotin. Kur dëshiron të na drejtojë, ai do të ndikojë fort tek shpirti ynë në mënyrë që ne ta dimë se sa po kemi dëgjuar nga Zoti. Ky është një ndikim i fortë i frymës së shenjtë. Fryma e Zotit nuk do të na thotë kurrë asgjë që bie në kundërshtim me fjalën e Zotit. Asnjë nga fjalët e Tij nuk bie në kundërshtim me Biblën. Nëse duhet të sigurohemi se çdo gjë që kam dëgjuar nga fryma e shenjtë është e vërtetë, atëherë duhet ta kontrollojmë me mësimin e fjalës së Zotit. Perëndia nuk do që ne të konfuzohemi. Ai nuk do që ne të marrim vendime të gabuara. Ai dëshiron që ne ta dëgjojmë të na flas nga fjala e Tij. Perëndia është një komunikues i përsosur. Ai dëgjon saktë dhe flet qartë. Ai dini se cila është thirrja e zemrës së Zotit? Më dëgjo. Unë të dua ty. Unë kujdesem për ty. Dua të drejtoj. Dua të ngushëlloj. Dua të jap siguri. Dua të tregoj rrugën. Dua më të mirën për ty. Vetëm më dëgjo. Ky është zëri që na flet Zoti. Ky është zëri i Zotit që na flet me anë të Shpirtit të Shenjtë. Pse? Sepse ai e di se kur dëgjojmë ne, fillojmë të duam. Ndërkohë që duam, fillojmë të shërbejmë. Dhe kur fillojmë të shërbejmë, bëhemi gjithnjë më të ngjashëm me të. Bëhemi më të dashur, më të mëshirshëm, më të butë dhe më të dhëmshur. Por mënyra kryesore se si na flet Zoti sot është përmes fjalës së Tij. Fjala e Tij, Bibla, është zbulesa e plotë e Perëndisë. Nuk njoh asnjë problem me të cilin jam përballur unë si krishter dhe nuk kam gjetur përgjigje për të në Bibël. Çdo fushë e jetës trajtohet nga Zoti në fjalën e Tij. Bibla është libri i udhëzimit për fëmijët e Tij. Nëse Zoti do të më flasë përmes fjalës së Tij, atëherë fjala e Tij duhet të jetë pranë meje. Dhe jo vetëm kaq, por fjala e Tij duhet të jetë në zemrën time. Nëse dyshon se ky është libri i Zotit, atëherë je në të lashe. Nëse ke vendosur se një pjesë e këtij libri është e vërtetë dhe pjesa tjetër jo, atëherë tashmë ndodhesh në mes të problemit. E ke vendosur veten tënde në një pozitë ku po luan me Zotin. Ti vendos atë që është e vërtetë dhe atë që nuk është. Në çfarë pozite të vështirë ke vendosur veten? Fjala e Zotit është e gjitha e vërtetë në plotësinë e saj. Ky është libri i udhëzimeve të Zotit për njerëzit e Tij. Ne duhet ta duam atë. Ne duhet ta besojmë, duhet ta thithim atë libër. Ne duhet të kënaqemi me të, duhet të meditojmë mbi të, duhet të jetojmë me anë të Tij. Ai libër duhet të qeverisë çdo fushë të jetës sonë. E rëndësishme është se çfarë po bën ti me fjalën e Zotit. E rëndësishme është që e vërteta e Zotit të futet brenda teje, sepse ajo është mënyra kryesore se si flet Zoti me ty. Ti mund të përmendësh çfarë do lloj problemi. Diku në fjalën e Zotit Perëndia ka folur për të. Ky është libri i Tij i udhëzimit. Ai dëshiron që ne të jetojmë në këtë mënyrë. Më lejoni t'ju tregoj diçka. Perëndia nuk flet në përgjithësi. Ai ka dëshirë të bëjë vullnetin e Tij, rrugën e Tij dhe shpesh herë na paralajmëron për gjëra që nuk kemi për t'i kuptuar në ndonjë mënyrë tjetër. Nëse ai ju jep diçka nga fjala e Tij, atëherë dëgjojeni dhe binduni asaj fjale. Ky libër, pavarësisht nëse e dini apo jo, është gjëja më e çmuar që ju zotroni. Nuk ka asgjë që është në zotrimin tënd dhe që është më e rëndësishme se sa Bibla jote. Asnjë nga zotrimet e tua fizike apo materiale nuk ka vlerë më të madhe se sa Bibla jote. Asnjë prej tyre nuk mund të të çojë në qiell. Asnjë prej tyre nuk mund të të bëjë të drejtë me Perëndin.
Asnjë prej tyre nuk do të jap udhëzime, dituri dhe drejtim hyjnor për jetën tënde. Ky është libri i udhëzimit të Zotit. Ndërkohë që mësojmë të jetojmë në atë fjalë, do të mësojmë të ecim në vullnetin dhe rrugën e tij. Më lejoni t'ju them diçka. Ju nuk do të mësoni kurrë të dëgjoni Zotin vetëm nëse dëgjoni një predikim për këtë. Ti mëson të dëgjosh Zotin duke e praktikuar këtë mësim. Nëse dëshiron të dëgjosh nga Zoti, atëherë duhet të japësh atij kohë. Ti duhet të largohesh nga zhurmat. Ti nuk mund të dëgjosh Zotin dhe në të njëjtën kohë të dëgjosh radion, të shikosh televizorin apo të lexosh revista dhe gazeta. Nëse dëshiron të dëgjosh Zotin, merr Biblën tënde, hyr në atë libër dhe dëgjoj vetëm një zë. Vazhdo të dëgjosh derisa të kuptosh që Zoti të ka folur dhe vetëm pasi ai të ka folur, atëherë mund të përballesh me botën. E shihni, arsyeja pse shumë vet kanë pak besim, besim të dobët, besim të lukundur, është sepse nuk janë të sigurt se ku janë. Kur Zoti të flet, a e di saktësisht se ku je? Miku im, ai është i gatshëm ti flas zemrës tënde nëse ti je i gatshëm ta dëgjosh. Të duhet kohë, një zemër e hapur dhe një dëshirë për të. Ai do të vendos briskun e tij pikërisht në mes të zemrës suaj. Hapjeni zemrën dhe tregojeni si jeni. Kërkojeni atij t'ju mësoj se si të merreni me mëkatin, mosbindjen apo gjithçka tjetër. Ai do t'ju pastroj plotësisht. Vetëm kur zemra juaj të jetë e pastër dhe e lirë për atij, ai mund të flasë dhe të dëgjohet nga ju pa gabime. Duke përfunduar këtë mesazh, duhet t'ju them se gjëja e parë që Zoti i thot kujdo është të merret me mëkatin dhe të pranojë Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij personal. Kjo është gjëja e parë për të cilën ai flet. Pas kësaj, çdo gjë tjetër që vijon është pjesë e bekimeve të tij, hirit, mëshirës së tij për të jetuar një jetë në bindje ndaj tij. Më lejojnë t'ju pyes. A ju ka thënë gjë Zoti në gjithë këtë mesazh? Ndoshta ai të ka folur sepse je shumë i zënë për të dëgjuar. Ndoshta sepse ke qenë indiferent ndaj fjalës së tij. Ndoshta sepse nuk e menduar për faktin që Zoti është interesuar për çdo fushë të jetës tënde. Ai dëshiron që ti t'i besosh atij si shpëtimtarit tënd, të pagëzohesh dhe të përfshihesh në ndonjë fushë shërbese. A ju ka thënë ai diçka sot? Jam i sigurt që ai do t'ju ke thënë. Unë do të flas vetëm nëse merr kohë për të më dëgjuar. Le të lutemi së bashku. O Atë, ne të falenderojmë sepse ti je një Perëndi që flet. Ti nuk je i pagoj, por je një Atë i dashur që flet. Ne të falenderojmë që ti na flet qartë dhe sakt. Ti na dëgjon kur ne lutemi. Kështu o Zot, ne e përulim veten tonë para teje, duke ditur që nuk e meritojmë ti përkasim një Zoti që është kaq i mëshirshëm, i hirshëm, i dashur dhe i mirë. Ne të falenderojmë mbi të gjitha që ti na ke dhënë një drejtues. Dhe ashtu siç thuhet tek Gjoni kapitulli 16 vargu 13. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjithë ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë. Faleminderit o Zot. Ti e ke dërguar frymën e shenjtë për çdo besimtar. Ne duam të lavdërojmë. Ne të duam o Zot dhe lutemi që fryma jote të na flasë në këto momente për të përmbushur qëllimin tënd në zemrën e gjithë secili prej nesh. Lutemi o Zot që ne të dëgjojmë prej ti, që ne të kemi një marrëdhënie me Shpirtin e Shenjtë. O Zot, ne të falenderojmë në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem. Amen. E pra miq të dashur, në përfundim të këtij emisioni, dua t'ju them përsëri, mos harroni, Perëndia është një komunikues i përsosur. Ai dëgjon sakt dhe flet qartë. A e dini se cila është thirrja e zemrës së Zotit? Më dëgjoj. Unë të dua ty. Unë kujdesem për ty. Dua të të drejtoj. Dua të të ngushëlloj. Dua të të jap siguri. Dua të të tregoj rrugën. Dua më të mirën për ty. Vetëm më dëgjoj. Pra, ky është zëri i Zotit që na flet me anë të Shpirtit të Shenjtë. Pse? Sepse ai e di se kur dëgjojmë, ne fillojmë të duam. Ndërkohë që duam, fillojmë të shërbejmë. Dhe kur fillojmë të shërbejmë, bëhemi gjithnjë e më të ngjashëm me të. Bëhemi më të dashur, më të mëshirshëm, më të butë dhe më të dhëmshur. Por, mënyra kryesore se si na flet Zoti sot është përmes fjalës së Tij. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Fjala e Tij, Bibla, është zbulesa e plotë e Perëndisë.
Unë nuk njoh asnjë problem me anë të cilit jam përballur unë si krishter dhe nuk kam gjetur përgjigje për të në Bibël. Çdo fushë e jetës pra trajtohet nga Zoti në fjalën e Tij. Bibla është libri i udhëzimit për fëmijët e Tij. Nëse Zoti do të më flasë përmes fjalës së Tij, atëherë fjala e Tij duhet të jetë pranë meje, dhe jo vetëm kaq, por fjala e Tij duhet të jetë në zemrën time. Këtu pra miq të dashur, jemi në fund të emisionit tonë. Por unë ju kujtoj, mos harroni, ne do të takohemi sërish në emisionin e ardhshëm, ku ne do të flasim për qëllimin që ka në mend Zoti kur flet me ne. Ne e dim që ai na flet përmes Biblës, fjalës së Tij, dhe nëpërmjet frymës së shenjtë. Ai na flet përmes rrethanave dhe me anë të njerëzve të tjerë në jetën tonë. Por cili është qëllimi në mendjen e Zotit kur na flet përmes fjalës së Tij, frymës së Tij, rrethanave apo dikujt tjetër? Pikërisht këtë përgjigje ne do ta marrim vesh javën e ardhshme bashkë për sot. Miru dëgjofshim. Perëndia ka gjithmonë diçka të veçantë për të thënë. Sa herë që flet me ne, Zoti pret që t'i bindemi. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na inkurajon të caktojmë një kohë ditore për të kërkuar drejtimin e Zotit edhe për të bërë atë që thot ai. Perëndia u flet ende besimtarëve sot. Nëse keni vështirësi kuptimi në dialogun tuaj me Atin qellor, atëherë lërni mënjan për pak kohë kërkesat e jetës suaj dhe qëndroni vetëm me Zotin. Jepini atij përqendrimin tuaj të plot edhe lutuni me fjalët e Psalmit 27:7-11. O Zot, dëgjoj zërin tim kur të këllthas ty. Ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos ma fshi fytyrën tënde, mos e hidh poshtë me zemërim shërbëtorin tënd. Ti ke qenë ndihma ime. Mos më lër edhe mos më braktis, o Perëndi i shpëtimit tim. Edhe sikur babai im, edhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. Më mëso rrugën tënde edhe më udhëhiq në një shteg të sheshtë për shkak të armiqve të mi. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri të hënën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Shprekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.